Dalja e lumit të Seman nga shtrati ka shkaktuar dëme të mëdha në fshatin Hastrukas në njësinë administrative e Libofsh. Uji ka përmbytur banesa, toka bujqësore dhe orendi shtëpiake. Dëmet më të rënda janë regjistruar në blegtorinë e zonës. Rezervat ushqimore për bagtit janë lagur dhe janë bërë të papërdorshme, duke rrezikuar jetesën e qindra krerëve. Nuk kemi më ushqim për bagtit, në këto kushte nuk e përballojmë dot dimrin. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet për sigurimin e bazës ushqimore dhe kombesimin e dëmeve. Patëm shumë fare. Shumë dëme. Në vjet përgjithshme e gjithë këta ndijo përmbysti. Baza ushqimore, rrobat si shikoni kemi nxjerrë të lartë, i shefi vetë. Edhe dëmet, qa pati depo brenda ishte falementuar e tëra. Pia vajtë një ujë në kështiz, lartë në krevat, të rinje lartë krevat, ishte deri në gjuhë. Janë të pakonsumueshme edhe dyshek, jati kemi ndurë, jati si organi aty, i lagur, jemi 4 veta këtu, kam një qunë, nuk jetohet tu. Grupet e verifikimit kanë ardhur? Kanë ardhur. Pse thim, kanë ardhur. Mbajtër shënime? Po, kam mbajtur ca shënime, kam mbajtur. Mendoni se janë vlerësuar siç duhet? Po, them se prafësisht do ta gjykojmë me kështu dhe në palën tjetër. Këtu në pata depo këtu 50 kutal misër këtu e mori ujë iku këtu. 500 balla janë që pata aty i verifikojmë janë në ujë komplet. Do të baza ushqimore Mori fund. Bagtiti nxorëm ujë nuk këtu i nxorëm në krah këtu. çfarë baktish keni? Kam 250 dele unë e 100 qinja. Kam pësuja pa ngranë, kanë 2-3 me byk. Edhe me verifikuan ata, s'ka arë njëri fare, s'ka për asë një gjë fare. Bazë ushqimore u kam pru? Fare, asë një gjë. Asgjë. Vetëm erdhën një bajtë shënim. Edhe ma shënim, tha, do shumë mini masat që t'i shpëtojnë pas e shpëtojnë nga ujë. Kanë bë problem baktit nga i fshotin nga... Jo, se i shpëtuam ne, se i mora i qova, se kam mërtuar qupën një bofshun dhe i qova të qupa direkt, erdhën, i qova me makina, me kështu. Dimua në shok miqt. Nga verifikimet që janë bërë, mendoni se janë bërë të sakta? Po di janë me unë. Ky dom është bërë. 500 balla janë që dhe 50 kujtal misër ikin. 20 kujtal i shpëtova se një ta lartë, se pata rifush. Për sa vitesh jeni në këtë zonë? Kam 35 vit. Ka ndodhur ndonjëherë? Asnjëherë për mbytje fare. Si viti parë, kam 991 këtu. Ordinatura në sa vende u qa? Ku diu s'kam qanë, po si të thonë në qarë 3 vendene. Ka filluar në përmirësim? Nuk e di, se nuk jam interesuar, jemi dhe të... Po në banes, patët dëme? Jo, vajti dhe rafër, po nuk në yri brenda shtëpi. Kam gati 300 dele. Patët dëme? Dëmën delet jo, po në ushqim po. Në ushqimin ta, ja, ati të vishë është katastrofa, ati është kalbë gjithë. Gjithë ka përmytur. Qëfar dëme shumë bërë? Misri dhe njonëse. Ka ardhur ndonjë komision i mbajtje shënime? Fare dhe tani. Asnjë s'ka ardhur? Fare. Ka ardhur ndokush që u ka afruar bazë ushqimore për... Jo, fare, asnjë gjë fare dhe tani. Fare, kemi... Që ditë nuk ka ardhur askush? Fare, s'na ka... Pra, u mjafton vetëm ndihmën që dhanë për largimin e deleve? Po, vetëm për të, ndihmë. Asnjë gjë fare. Blegtorët apelojnë për ndihmë nga banorët e zonës si dhe nga instancat qeveritare që të sigurojnë bazë ushqimore, pasi rrezikohet jeta e bagtive për të përballuar stin e ftohtë të dimrit. Ka 500 balla janë që ati. Po është në ujë e gjitha apo? Gjithë në ujë, ja. Se ti bjerë karmë shikohet. Tu nuk hyret brenda jo të hanë malli më. Kjo është e gjitha për të vedhur poshtë? Për të hedhë, 500 balla janë që. Pata këto i hangën parë se që 1000 balla i hangën gjatëdimit, edhe po ushqimin për deri në prill. Ndërkohë Komisioni i Vlerësimit ka nisur evidentimin e dëmeve, por ende nuk ka një afat të qartë për ndihmën financiare.